Një ndeshje për t'u harruar ishte ajo që Vllaznia luajti në miqësorin me NK Olimpia Ljubljana. Nga 2 gola të psuar për secilën pjesë loje bën që kuqeblut ta mbyllnin gjithë takimin në humbje me rezultatin 4-0. Jo vetëm psimi 4 golave, por nga sa u pa, skuadra nuk paraqiti nivelin e miqësores së kaluar, të cilën e fitoi 1-0 ndaj skuadrës romune Uta Arat me gol të shënuar nga kapiteni Bekim Balaj. Ndeshja nuk nisi as pak mirë për kuqeblut e drejtuar nga trajneri Edi Martini, pasi ndërhyrja ashpër në mesfushë e mbrojtësit Yazgji ndaj kundërshtarit ndëshkohet me karton të kuq nga arbitri. Sa i përket formacionit, tekniku Martini ka aplikuar një formacion miks duke lënë gjatë pjesës së parë në stol kapitenin Balaj, të cilin e aktivizoi në pjesën e dytë. Gjatë kësaj pjese, Balaj me gjithë mundësi që pati nuk arriti të shënonte në portën kundërshtare. Përkundrazi NK Olimpia Ljubljana shënoi edhe 2 herë të tjera në këtë pjesë loje, njërin prej të cilave me penallti pas përplasjes së portierit Qarri me sulmuesin kundërshtar. Një përplasje kjo që rezultoi fatale për gardianin shkodran, i cili u detyrua të largohet i dëmtuar nga fusha e lojës. Kjo ishte miqësoria e parafundit për Vllaznin gjatë qëndrimit në përgatitorin slovene. Ndërkohë, sipas programit të hartuar nga drejtuesit, të martën, duke nisur nga ora 17 është planifikuar një tjetër miqësore përballë skuadrës romune Petrolul, duke mbyllur kështu ciklin e ndeshjeve miqësore në Sloveni. E mërkura është dita kur kuqeblut do të lënë kampingun e Mariborit për t'u kthyer në Shkodër, ku do të vijojnë përgatitjet e fundit për sfidën zyrtare të datës 10 korrik, e cila do të luhet në Elbasan Arena përballë skuadrës letoneze BFC Daugavpils.